Ditë që duhet e ishte e lumtur, por u shndërrua në magdita e dasmës ishte e bukur. Një diell i butë i pranverës që ndriçonte qiellin e kaltër të qytetit të vogël, ku të gjithë njerëzit e familjes ishin mbledhur për të festuar bashkimin e dy zemrave. Një atmosferë gëzimi, kërcimesh dhe të qeshurash mbushte sallën e dekoruar me lule të bardha dhe roz, me dritat e kristalta që reflektuan mbi çdo sipërfaqe të pastruar me kujdes. Por pas çdo buzëqeshje dhe çdo përqafimi të ngrohtë, kishte një tension të padukshëm, një ndjesë shqetësuese që vetëm pak persona mund ta dallonin. Nusja, Ana, një vajzë e re dhe delikate, kishte ndërruar gjithë jetën për këtë ditë. Çdo detaj ishte përzgjedhur nga ajo. Fustani elegant me gjerdan të thjeshtë dhe delikat, flokët e saj të kapura me një stil klasik dhe grimi i butë që nxirrte në pas shprehjen e saj të qetë dhe të gëzuar. Ana shikonte rreth e rrotull, duke ndjerë përzierjen e emocioneve, gëzim, nervozizëm dhe një ndjesi të thellë për atë që do të fillonte tani. Jeta e saj e re me Markun, një djalë i mirë dhe i dashur që kishte qenë pranë saj në çdo moment të vështirë të jetës. Por aty në skajin e sallës, një sy i ftohtë dhe i përqendruar vështronte çdo lëvizje të saj. Vjehra, zonja e moshuar me emrin Vjollca, nuk ishte aty vetëm për të festuar. Ajo ishte mbushur me një zemërgjerësi të gënjeshtërt, me buzëqeshje që fshehnin hidhërimin e saj dhe një plan që kishte krijuar gjatë javëve të fundit. Një plan që nëse do të zbatonte, do të shkatëronte lumturinë e vajzës së saj të re. Një plan i fshehtë që e kishte bërë me kujdes për të mos ngjallur dyshime. Vjollca nuk e kishte pëlqyer kur Anën. Për të, nusja e re ishte thjesht një huaj që po hynte në familjen e saj. Dhe çdo hap që Ana bënte, ajo e shihte si sfidë dhe provokim. Por për te inatit të zakonshëm, ndjenja e saj kishte marrë një dimension të frikshëm. Një dëshirë të fshehur për të marrë kontrollin mbi çdo gjë dhe për të ndëshkuar atë që ajo e konsideronte si një kërcënim ndaj autoritetit të saj familjar. Përpara se dasma të fillonte zyrtarisht, një ushqim i veçantë ishte vendosur në tryezat e mysafirëve. Sallat, pjata kryesore me mish të zier dhe desertet e preferuara të çiftit. Por Vjollca kishte përgatitur gjithashtu një surprizë të fshehtë. Një substancë të ngjashme me helm, të fshehur në një gotë me lëng për Anën, e cila sipas saj do ta mësynte dhe do ta ndalonte atë të shpërfaqte lumturinë e saj të pavlefshme. Ana, e buzëqeshur dhe e paditur, u afrua drejt tryezës kryesore, duke shtruar duart për të marrë një gotë me lëng frutash. Këtu fillon momenti që do të ndryshonte gjithçka. Një mik i afërt, i cili kishte dyshuar gjithmonë për qëllimet e vjerrës, arriti ta ndalonte dorën e Anës në sekondën e fundit. "Mos e pi atë, Ana," tha ai, me një zë që përmbante urgjencë dhe panik të fshehur. Në ato sekonda, Ana ndjeu një të ftohtë që i kaloi shpirtin. Sytë e saj u drejtuan drejt Vjollcës dhe aty, për një moment të shkurtër, buzëqeshja e vjerrës u zhduk, duke lënë vend për një shikim të ngrirë dhe të ftohtë. Një heshtje e rëndë mbërtheu sallën për disa sekonda, ndërsa njerëzit përreth nuk e kuptonin ende se çfarë po ndodhte. Por ky nuk ishte vetëm një incident izoluar. Ai ishte fillimi i një serie ngjarjesh që do të shkatëronin ditën e dasmës dhe do të përfshinin policinë, arrestime dhe një dramë familjare të thellë. Vjollca, e zëm mat në momentin që tentoi të helmojë Anën, u arrestua në vend. Zhurma e sirenave të policisë dhe shikimet e habitura të mysafirëve shndëruan festën e lumtur në një skenë të tmerrshme. Ana, e shokuar dhe e tronditur, ul në një kënd të dhomës, duke përpiqur të përballonte përzierjen e emocioneve. Frikë, habi dhe një ndjenjë të thellë tradhtie. Marku, burri i saj sapo martuar, u afrua dhe e përqafoi, duke i thënë se çdo gjë do të kalonte, por brenda tij, ai ndjeu një dhimbje të thellë. Si mundet një nën të planifikonte diçka kaq të tmerrshme kundër nusës së saj, në ditën më të rëndësishme të jetës së saj? Policia e mori Vjollcën dhe rruga drejt stacionit ishte mbushur me bishtalina e kamera që regjistronin çdo moment. Mysafirët mbetën të tronditur, disa duke qarë, të tjerë duke u përpjekur të kuptonin se çfarë kishte ndodhur. Por ndërsa ndodhte kjo, një reflektim më i thellë filloi të linte tek Ana. Ajo kuptoi se lumturia dhe gëzimi i saj nuk varen nga veprimet e të tjerëve, madje as nga tradhtia dhe urrejtja e një familjari. Ky incident do të bëhej fillimi i një rrugëtimi të gjatë drejt drejtësisë, faljes dhe rikthimit të besimit në marrëdhënie. Por për momentin, ajo që kishte rëndësi ishte të mbijetonte dita e saj më të lumtur dhe të siguronte që askush nuk do të dëmtonte më kurrë jetën e saj. Dita e dasmës që u kthye në tmerrdita kishte nisur me një qetësi të lehtë pranverore. Dielli i butë ngrohët e qytetin e vogël, dhe rrugët ishin mbushur me njerëz që lëviznin me një energji të çuditshme gëzimi. Çdo vit, qyteti i vogël kishte traditën e vet për dasmat. Çdo detaj i planifikuar me kujdes, çdo familje duke u përpjekur të bëjë ditën e çiftit sa më të paharrueshme. Por asnjë traditë nuk mund të parashikonte atë që po ndodhte në shtëpinë e familjes së Markut dhe Anës. Ana, nusja e re,
Ishte zgjuar herët atë mëngjes. Zemra i rihte fort, por nuk ishte vetëm nga gëzimi. Ishte një emocion i përzier, një ndjenje pazakont që i thoshte se diçka nuk po shkonte mirë. Edhe pse nuk mund ta quante saktësisht. Ajo po vishte fustanin e saj të bardhë, një vepër arti që kishte zgjedhur vetë, me dantella të hollë dhe një bish të gjatë që shtrihej pas saj. Flokët i kishin kapur në mënyrë klasike dhe grimi ishte i thjeshtë, duke nxjerrë në pa shprehjen e qetë dhe të ëmbël të fytyrës së saj. Ndërsa ndiqte çdo detaj, Ana nuk mund të mos ndjente se diçka po ndryshonte në atmosferë. Në qoshet të dhomës, vështrimi i vjollcës, vjehrës së saj, ishte i fiksuar mbi çdo lëvizje të Anës. Buzëqeshja e vjehrës ishte përulur dhe e sjellshme, por sytë e saj ishin të ftohtë, të ngurtë dhe plot një urrëtie të fshehtë që Ana nuk mund ta kuptonte plotësisht. Ana, je gati? Pyeti Marku, burri i saj sapo martuar, me një buzëqeshje të ëmbël dhe të ngrohtë. Ai ishte i veshur me kostumin më të mirë të qethur, flokët e tij të rregulluar me kujdes dhe sy që shndërronin dritë tek çdo gjë që preknin. Ai nuk mund të ndjente shqetësimin që Ana ndjente, pasi besimi i tij tek ajo dhe tek familja ishte i plot, por ai ndjente një tension të lehtë, një ndjesi se diçka nuk ishte në rregull. Ndërsa festa fillonte të merrte hov, mysafirët mbushnin sallën e dekoruar me dritë kristali dhe lule të freskëta. Muzika e gjallë dhe kërcimet e para të çiftit e bën ambientin të duket si një përrall. Të gjithë dukeshin të lumtur, por Ana nuk mund të ndalonte ndjesinë e panikut të lehtë që i vinte nga prania e vjerrës. Në tryezat kryesore, ushqimi ishte përgatitur me kujdes. Sallat, pjata kryesore dhe ëmbëlsira, çdo gjë dukej perfekte. Por vjollca kishte përgatitur diçka tjetër, një surprizë të fshehtë që vetëm ajo e dinte. Ajo kishte futur një substancë të ngjashme me helm në një gotë lëngu, të destinuar për Anën. Planifikimi i saj ishte mjeshtërisht i fshehtë, të mos dukej asgjë dyshim për askënd, por të siguronte që Ana të mos arrinte të shpërfaqte lumturinë e saj të pakushtëzuar. Ana, pa dyshuar asgjë, ju afrua tryezës kryesore për të marrë një gotë lëngu frutash. Por në sekondën e fundit, një mik i afërt i çiftit, që kishte vërejtur ndryshimin e sjelljes së vjollcës dhe kishte dyshuar për një veprim të dyshimt, e ndali dorën e Anës. Mos e pi atë, Ana, tha ai me një zë të ngritur dhe të ngjashëm me urgjencë. Ana u trondit. Sytë e saj u drejtuan drejt vjehrës dhe aty, për një çast të shkurtër, buzëqeshja e vjollcës u shndërrua në një grimc të ftohtë urrëtieje. Një heshtje e rëndë mbërtheu sallën. Mysafirët ishin të hutuar, disa e kuptonin se diçka nuk ishte në rregull, të tjerët nuk dinin çfarë të mendonin. Marku u afrua shpejt pranë Anës dhe e mori dorën, duke e mbajtur fort. Çfarë po ndodh? Pyeti ai, me zë të ngrysur dhe fytyrë të tensionuar. Ana nuk mund të thoshte asgjë për momentin. Ajo vetëm ndjeu frikën që i kalonte trupin, një ndjenjë që e bënte të dridhej dhe të ndiej e brisht. Në ato momente, disa mysafirë arritën të kuptonin situatën dhe thirrën policinë. Zhurma e sirenave u dëgjua brenda sallës, ndërsa njerëzit filluan të shikojnë njëri tjetrin me tronditje dhe dyshim. Vjollca e kapur mat, u mor nga policia në vend. Shikimi i saj ftohtë dhe i përulur u shndërrua në një fytyrë të ngrirë, e habitur dhe e zemëruar. Ana ul në një karrige pranë tryezës, duke u përpjekur të marrë frymë. Emocionet e saj ishin të përziera, tmerr, tronditje dhe një ndjenjë të thellë tradhtie. Marku e përqafoi dhe i tha se çdo gjë do të kalonte, por brenda tij ai ndjeu një dhimbje të thellë. Si mund të kishte një nën që të tentonte të helmonte nusën e saj në ditën më të lumtur të jetës së saj? Ndërkohë, policia e mori vjollcën dhe e çoi drejt automjetit të patrullës. Të gjithë mysafirët mbetën të tronditur, disa duke qartë, të tjerë duke folur me zë të ulët për ngjarjen që sapo kishin parë. Por Ana, pavarësisht nga frika dhe dhimbja, filloi të ndjente një forcë të re brenda saj. Ajo kuptoi se lumturia e saj nuk mund të thyhej nga urrëtia e dikujt tjetër, dhe se tani fillonte një luftë për drejtësi dhe paqe në jetën e saj. Ndërsa automjeti i policisë u largua, Marku qëndroi pranë Anës duke mbajtur për dore. Do ta kalojmë këtë, Ana, i tha ai, dhe kjo ishte hera e parë që Ana ndjeu një ngushëllim të vërtetë. Por ajo dinte se rruga përpara nuk do të ishte e lehtë. Një rrugë gjatë drejt të vërtetës, drejtësisë dhe përballjes me dhimbjen e një tradhtie të thellë sapo kishte filluar. Mysafirët u larguan me mendime të ndryshme. Disa duke kritikuar vjerën, të tjerë duke u përpjekur të kuptonin arsyet e saj, dhe disa duke u përpjekur të ofronin mbështetje për çiftin. Por një gjë ishte e qartë. Asgjë nuk do të ishte më si më parë, dhe kjo ditë që duhej të shënonte fillimin e një jete të re për Anën dhe Markun, ishte shndërruar në një mak që do të mbetej në kujtesë për gjithë jetën. Hetimi dhe pasojat e parë pas largimit të vjollcës nga salla e dasmës me policinë. Atmosfera mbeti e rëndë dhe ngarkuar me emocion.
Mysafirët që kishin mbetur përreth, duke përfshirë të afërmit dhe miqt më të ngushtë, nuk dinin si të vepronin. Disa sfilonin fytyrat e tronditura, të tjerët nuk mund të ndalonin lotët, ndërsa disa që ishin më të qetë përpiqeshin të qetësonin Anën dhe Markun. Ana, ende e shokuar nga ajo që sapo kishte ndodhur, u mbështet mbi supin e Markut. Zemra i rrihte fort dhe mendimet e saj ishin të trazuar. Si mund të ndodh kjo në ditën tonë më të lumtur, pyeste ajo vetë, duke ndjerë një trishtim të thellë dhe një ndjenjë tradhtie që i kishte thyer çdo ndjenjë sigurie. Marku, i përqendruar në ruajtjen e qetësisë së saj, i tha me zë të ngrohtë: "Do ta kalojmë këtë, Ana. Të gjithë do ta shohin të vërtetën, dhe asgjë nuk mund të na ndajë tani." Por brenda tij, ai ndjente një zemërgjerësi të madhe për situatën dhe një ndjenjë se marrëdhënia e tij me nënën e tij po ndryshonte përgjithmonë. Policia ndërkohë kishte nisur hetimin menjëherë. Vjollca e ndaluar për tentativë helmimi, po mbahej në stacion. Oficerët kontrolluan sallën dhe çdo detaj të ushqimit dhe pijes që ishte shtruar për mysafirët. Substanca e fshehur që ajo kishte përgatitur u analizua dhe u konstatuan përbërësit toksik. Hetimi ishte i kujdesshëm, pasi nuk ishte një krim i zakonshëm, por një përpjekje e qëllimshme për të dëmtuar një person në një rast publik, në një ditë që duhej të festohej. Në shtëpi, familja e Anës kishte mbërritur menjëherë pas lajmit. Nëna e saj, një grua e fortë dhe e përkushtuar, e përqafoi Anën dhe nuk mund të ndalonte të qante. "Si mund të ndodh kjo, Ana ime e dashur? Kush do të dëshironte të bëjë dëm në këtë ditë?" pyeste ajo, ndërsa Ana ndjente një mbështetje të fortë nga prania e familjes së saj. Baba i Markut, i tronditur, e shikoi vajzën e tij dhe pastaj gruan e tij me sytë plot dyshim. "Si ndodhi kjo? A nuk e dinim se vjollca ishte gjithmonë e ndjeshme, por jo deri këtu?" pyeti ai, ndërsa një ndjenjë zemërimi dhe zhgënjimi u shfaq në fytyrën e tij. Mysafirët që kishin qenë dëshmitar të ngjarjes filluan të bënin komente të ndryshme. Disa shprenin tronditjen dhe frikën. "Nuk mund të besoja që ajo mund të bënte diçka kaq të tmerrshme", tha një grua e moshuar që kishte parë përpjekjen e fshehur. Të tjerë, më të rezervuar, përpiqeshin të kuptonin motivet. Ndoshta ishte xhelozi ose ndonjë urrëtie e vjetër, por të tentosh të helmosh një nusesh thjesht e pafalshme. Ana, e mbështetur tek Marku, filloi të kuptonte se nuk ishte vetëm momenti i tmerrshëm i dasmës, por se një proces i gjatë emocional dhe ligjor po fillonte. Ajo ndjente një miks emocionesh: frikë, zemërim, trishtim dhe një dëshirë të fortë për drejtësi. Ajo filloi të pyes veten: a do të mund të jetojmë normalisht pas kësaj? A mund të kemi besim përsëri në familjen e tij? Ndërkohë, policia kishte nisur intervistat me mysafirët dhe të afërmit. Dëshmitarët përshkruanin çdo detaj të ngjarjes. Momentin kur miku në afërt ndali Anën, reagimin e vjollcës, shikimet dhe fjalët e ndryshme që ishin shkëmbyer. Çdo detaj do të ishte vendimtar për procesin ligjor. Vjollca nga ana e saj mbante një qëndrim të ngrirë. Ajo nuk pranoi menjëherë të tregonte arsyet e sakta të veprimit të saj. "Isha e shqetësuar për familjen", tha ajo thjesht, duke mos dhënë ndonjë sqarim të plot. Oficerët e dinin se do të duhet të përdornin prova të forta për të vërtetuar qëllimin e saj, pasi çdo justifikim i thjesht nuk mund të fshihte një krim të tillë të qartë. Pasditja u shndërrua në mbrëmje, dhe atmosfera ishte mbushur me tension dhe pasiguri. Ana dhe Marku qëndronin pranë njëri tjetrit, duke u përpjekur të gjenin forcë në praninë e njëri tjetrit. Ata filluan të diskutonin për hapa që duhet të merrnin, si të siguronte Ana mbrojtjen e saj, si të ruanin harmoninë familjare dhe si të përballonin pasojat ligjore që do të ndodhnin. Ndërkohë, mediat lokale kishin marrë informacionin dhe lajmi filloi të qarkullonte. Kjo shtoi presionin mbi familjen dhe çiftin. Ana ndjente një shqetësim të madh për reputacionin e saj, por edhe për mënyrën se si kjo do të ndikonte në marrëdhënien e saj me familjen e Markut. Në netët e para pas ngjarjes, Ana nuk mund të gjente qetësi. Mendimet e saj përshkonin çdo moment të ditës së dasmës, çdo buzëqeshje të vjerrës, çdo veprim të mikut që e kishte ndihmuar. Ajo filloi të shkruante në ditarin e saj, duke përshkruar emocionet dhe frikën që kishte ndjerë, duke u përpjekur të kuptonte se si mund të vazhdonte më tej. Marku ndërkohë fliste me baban e tij dhe me miqt më të afërt, duke kërkuar këshilla ligjore dhe mbështetje për të siguruar që drejtësia të ndiqej. Ai nuk donte që situata të mbetej e pasgjidhur dhe e dinte se çdo heshtje mund të sillte pasoja të rënda për Anën dhe për të dy si çift. Gjatë këtyre ditëve, Ana dhe Marku filluan të ndiheshin më të fortë së bashku. Ata kuptuan se sfida e madhe nuk ishte vetëm përballja me veprimet e vjollcës, por edhe mënyra se si do të ruanin lumturinë dhe besimin e tyre. Ata filluan të mbanin takime me psikolog për të përballuar traumën dhe të mësuarit se si të menaxhonin emocionet pas një përvoje kaq të tmerrshme.
Një javë më pas, policia bëri një konferencë për shtyp, ku konfirmoi arrestimin e Vjollcës për tentativë helmimi dhe njoftoi se hetimet do të vazhdoni. Ky njoftim ishte një lehtësim për Anën dhe Markun, por gjithashtu theksoi se rruga drejt drejtësisë do të ishte e gjatë dhe e vështirë. Ana e ulur në dhomën e saj mendonte për të ardhmen. Ajo dinte se sfidat nuk kishin përfunduar, por ajo gjithashtu ndjente një forcë të re. Një vendosmëri për të mos lejuar që urrejtja dhe tradhtia e dikujt të ndikonin në lumturinë dhe jetën e saj. Ajo filloi të kuptonte se dita e dasmës nuk ishte fundi i lumturisë, por fillimi i një kapitulli të ri, një kapitull ku ajo dhe Marku do të luftonin së bashku për çdo gjë që ishte e drejtë dhe e rëndësishme. Procesi ligjor dhe konflikti familjar ditët pas arrestimit të Vjollcës ishin të mbushura me tension dhe pasiguri. Ana dhe Marku përballeshin me një realitet të vështirë. Një proces ligjor kundër nënës së Markut, e cila kishte tentuar të dëmtonte nusen e tij në ditën e dasmës. Përveç tmerrit dhe shqetësimit për jetën e tyre të përbashkët, çifti duhet të përballonte edhe ndasitë dhe urrejtjet e brendshme të familjes së Markut. Në ditët e para të procedurës ligjore, avokatët e Vjollcës kërkonin të përjashtonin çdo qëllim të qëllimshëm, duke pretenduar se incidenti ishte një keqkuptim dhe jo një tentativë helmimi. Por dëshmitarët, duke përfshirë mikun që kishte ndaluar Anën në momentin e fundit, ishin të qartë dhe të vendosur në deklaratat e tyre. Vjollca kishte planifikuar veprimin me qëllim. Në një seancë paraprake, gjykatësi përshkroi ngjarjen me saktësi. Tentativë helmimi në një rast publik, në një ditë të shënuar, një akt që mund të kishte shkaktuar pasoja të rënda dhe të paparashikueshme. Tensioni në sallë ishte i madh. Prania e familjarëve të Anës dhe disa miqve të ngushtë shtonte presionin mbi Vjollcën. Babai i Markut nuk mund ta besonte atë që ndodhte. Ai kishte shpresuar se nëna e tij do të pranonte lidhjen e çiftit dhe do të përpiqej të ndihmonte, jo të dëmtonte. Si është e mundur? A mund të jetë vërtet që ajo kishte planifikuar këtë? Pyeste ai, ndërsa syri i tij ishte i mbushur me trishtim dhe zhgënjim. Në shtëpi tensioni ishte gjithashtu i pranishëm. Motrat e Markut qëndronin në heshtje, disa duke u përpjekur të mos tregonin anën e tyre, të tjerat duke folur me zë të lartë për të mbrojtur nënën. Përplasjet e para filluan dhe Ana ndihej e përjashtuar. Nuk dua të jem një faktor ndarjeje, mendonte ajo. Por si mund të qëndroje qetë kur dikush ka tentuar të më helmoj? Marku, i përkushtuar ndaj Anës, filloi të bëj presion mbi familjen e tij. Ne duhet të qëndrojmë të bashkuar, jo të ndajmë ndjenja urrejtjeje mes nesh, tha ai. Por kjo ishte e vështirë. Disa anëtar të familjes e shihnin situatën ndryshe, duke u ndjerë të tradhtuar nga veprimet e nënës së tyre dhe të përfshirë në një situatë ligjore që nuk kishte të bënte drejt për drejt me ta. Në të njëjtën kohë, Ana filloi të ndjente efektet psikologjike të traumës. Çdo gjë që i kujtonte atë ditë, nga shikimi i sallës së zbukuruar, zërat e mikut që e ndihmoi, deri tek sytë e ftohtë të Vjollcës, i rikthehej në mendje me një intensitet të fortë. Ajo filloi të bënte vizita tek psikologu për të përballuar frikën dhe stresin që kishte lindur. Nuk dua të kem frikë nga familja e burrit tim, thoshte ajo në secilën seancë. Procesi ligjor vazhdoi me ankesa dhe argumente të shumta. Avokatët e Vjollcës përpiqeshin të minimizonin ngjarjen, duke përdorur shprehje si incidenti rastësishëm dhe keqkuptim, ndërsa avokatët e Anës dhe Markut siguruan prova dhe deklarata që vërtetonin qëllimin e qartë të nënës. Çdo seancë ishte një sfidë emocionale për çiftin. Ana ndjente trishtim dhe zemërim, ndërsa Marku ndjente dhimbje dhe përgjegjësi të madhe për të mbrojtur nusen e tij. Përveç aspektit ligjor, konflikti familjar u përkeqësua. Motra dhe vëllezërit e Markut filluan të merrnin anë, duke krijuar ndasi mes pjesëtarëve të familjes. Disa përkrahnin nënën, të tjerët qëndronin pranë Markut dhe Anës. Ana, e ndjerë izoluar nga disa prej tyre, filloi të kuptonte se mbështetja e Markut ishte vetmja gjë që mund ta mbronte nga dhimbja emocionale dhe nga urrejtja e fshehur. Një moment vendimtar ndodhi kur gjykatësi kërkoi që Vjollca të tregonte arsyet e veprimeve të saj. Ajo heshti për disa minuta, më pas foli. Isha e shqetësuar për familjen tonë. Nuk doja që Ana të merrte kontrollin mbi gjithçka, dhe mendoja se po bënte gabime që do të dëmtonin të ardhmen e djalit tim. Fjala e saj, megjithse heshtur dhe e përulur, nxiti një stuhi emocionale në sallë. Ana ndjeu një përzierje ndjesish, zemërim, trishtim dhe një lehtësim të vogël që të paktën motivet u zbuluan. Marku, i ngulitur pranë saj, mori frymthell dhe i tha: "Kjo nuk justifikon kurrë veprimin e saj, por tani dim të vërtetën dhe kjo na bën më të fortë." Ana e kuptoi se përballja me realitetin ishte vetmja mënyrë për të shëruar plagët dhe për të ndërtuar një të ardhme pa frikë.
Gjatë javëve që pasuan, raportet e mediave vazhduan të përhapnin ngjarjen. Çdo detaj i seancave, çdo deklarate familjarëve, çdo ndodhje e vogël nga incidenti i dasmës u bë objekt diskutimi në qytet. Ana dhe Marku mësuan të përballeshin me komente dhe gjykimet e të tjerëve, duke qëndruar të bashkuar dhe të vendosur të mos lejonin që urrejtja e dikujt të thyente lumturinë e tyre. Në fund të kësaj pjese, Ana filloi të kuptonte diçka të rëndësishme. Sfida nuk ishte vetëm përballja me veprimet e vjollcës, por edhe ruajtja e unitetit dhe respektit në marrëdhëniet e tyre. Çdo përplasje me familjen e Markut ishte një provë e forcës së tyre të brendshme dhe dashurisë që ndanin. Procesi ligjor dhe konflikti familjar ditët pas arrestimit të vjollcës ishin të mbushura me tension dhe pasiguri. Ana dhe Marku përballeshin me një realitet të vështirë. Një proces ligjor kundër nënës së Markut, e cila kishte tentuar të dëmtonte nusen e tij në ditën e dasmës. Përveç tmerrit dhe shqetësimit për jetën e tyre të përbashkët, çifti duhet të përballonte edhe ndasitë dhe urrejtjet e brendshme të familjes së Markut. Në ditët e para të procedurës ligjore, avokatët e vjollcës kërkonin të përjashtonin çdo qëllim të qëllimshëm, duke pretenduar se incidenti ishte një keqkuptim dhe jo një tentativë helmimi. Por dëshmitarët, duke përfshirë mikun që kishte ndaluar Anën në momentin e fundit, ishin të qartë dhe të vendosur në deklaratat e tyre. Vjollca kishte planifikuar veprimin me qëllim. Në një seancë paraprake, gjykatësi përshkroi ngjarjen me saktësi. Tentativë helmimi në një rast publik, në një ditë të shënuar, një akt që mund të kishte shkaktuar pasoja të rënda dhe të paparashikueshme. Tensioni në sallë ishte i madh. Prania e familjarëve të Anës dhe disa miqve të ngushtë shtonte presionin mbi vjollcën. Babai i Markut nuk mund ta besonte atë që ndodhte. Ai kishte shpresuar se nëna e tij do të pranonte lidhjen e çiftit dhe do të përpiqej të ndihmonte, jo të dëmtonte. Si është e mundur? A mund të jetë vërtet që ajo kishte planifikuar këtë? Pyeste ai, ndërsa syri i tij ishte i mbushur me trishtim dhe zhgënjim. Në shtëpi tensioni ishte gjithashtu i pranishëm. Motrat e Markut qëndronin në heshtje, disa duke u përpjekur të mos tregonin anën e tyre, të tjera duke folur me zë të lartë për të mbrojtur nënën. Përplasjet e para filluan dhe Ana ndihej e përjashtuar. Nuk dua të jem një faktor ndarjeje, mendonte ajo. Por si mund të qëndroje qetë kur dikush ka tentuar të më helmoj? Marku, i përkushtuar ndaj Anës, filloi të bëj presion mbi familjen e tij. Ne duhet të qëndrojmë të bashkuar, jo të ndajmë ndjenja urrejtjeje mes nesh, tha ai. Por kjo ishte e vështirë. Disa anëtar të familjes e shihnin situatën ndryshe, duke u ndjerë të tradhtuar nga veprimet e nënës së tyre dhe të përfshirë në një situatë ligjore që nuk kishte të bënte drejt për drejt me ta. Në të njëjtën kohë, Ana filloi të ndjente efektet psikologjike të traumës. Çdo gjë që i kujtonte atë ditë, nga shikimi i sallës së zbukuruar, zërat e mikut që e ndihmoi, deri tek sytë e ftohtë të vjollcës, i rikthehej në mendje me një intensitet të fortë. Ajo filloi të bënte vizita tek psikologu për të përballuar frikën dhe stresin që kishte lindur. Nuk dua të kem frikë nga familja e burrit tim, thoshte ajo në secilën seancë. Procesi ligjor vazhdoi me ankesa dhe argumente të shumta. Avokatët e vjollcës përpiqeshin të minimizonin ngjarjen, duke përdorur shprehje si incidenti rastësishëm dhe keqkuptim, ndërsa avokatët e Anës dhe Markut siguruan prova dhe deklarata që vërtetonin qëllimin e qartë të nënës. Çdo seancë ishte një sfidë emocionale për çiftin. Ana ndjente trishtim dhe zemërim, ndërsa Marku ndjente dhimbje dhe përgjegjësi të madhe për të mbrojtur nusen e tij. Përveç aspektit ligjor, konflikti familjar u përkeqësua. Motrat dhe vëllezërit e Markut filluan të merrnin anë, duke krijuar ndasi mes pjesëtarëve të familjes. Disa përkrahnin nënën, të tjerët qëndronin pranë Markut dhe Anës. Ana, e ndjerë izoluar nga disa prej tyre, filloi të kuptonte se mbështetja e Markut ishte vetmja gjë që mund ta mbronte nga dhimbja emocionale dhe nga urrejtja e fshehur. Një moment vendimtar ndodhi kur gjykatësi kërkoi që vjollca të tregonte arsyet e veprimeve të saj. Ajo heshti për disa minuta, më pas foli. Isha e shqetësuar për familjen tonë. Nuk doja që Ana të merrte kontrollin mbi gjithçka, dhe mendoja se po bënte gabime që do të dëmtonin të ardhmen e djalit tim. Fjala e saj, megjithse e heshtur dhe e përulur, nxiti një stuhi emocionale në sallë. Ana ndjeu një përzierje ndjesish, zemërim, trishtim dhe një lehtësim të vogël që të paktën motivet u zbuluan. Marku, i ngulitur pranë saj, mori frymthell dhe i tha: "Kjo nuk justifikon kurrë veprimin e saj, por tani dim të vërtetën dhe kjo na bën më të fortë." Ana e kuptoi se përballja me realitetin ishte vetmja mënyrë për të shëruar plagët dhe për të ndërtuar një të ardhme pa frikë. Gjatë javëve që pasuan, raportet e mediave vazhduan të përhapnin ngjarjen.
Çdo detaj i seancave, çdo deklarate familjarëve, çdo ndodhje e vogël nga incidenti i dasmës u bë objekt diskutimi në qytet. Ana dhe Marku mësuan të përballeshin me komente dhe gjykimet e të tjerëve, duke qëndruar të bashkuar dhe të vendosur të mos lejonin që urrejtja e dikujt të thyente lumturinë e tyre. Në fund të kësaj pjese, Ana filloi të kuptonte diçka të rëndësishme. Sfida nuk ishte vetëm përballja me veprimet e vjollcës, por edhe ruajtja e unitetit dhe respektit në marrëdhëniet e tyre. Çdo përplasje me familjen e Markut ishte një provë forcës së tyre të brendshme dhe dashurisë që ndanin. Përballja dhe shpërbërja e heshtjes në mëngjesin e gjyqit përfundimtar. Qielli ishte i zymt. Ana u zgjua herët para se të linte dielli. Kishte kaluar net pa gjumë, duke parë orën e murit, duke dëgjuar frymëmarrjen e Markut në anën tjetër të shtratit dhe duke menduar: çfarë do të ndodh sot? A do të ketë drejtësi? Ndërsa ajo përgatiste kafen, duart i dridheshin. Nuk ishte frika nga dënimi i vjollcës ajo që e rëndonte, por fakti që e dinte se pas këtij vendimi, familja e Markut nuk do të ishte më e njëjtë. Do të kishte ndarje, urrejtje, ftohtësi. Dhe ajo, pa dashje, do të ishte arsyeja që gjithçka u shemb. Marku u afrua pranë saj, i veshur me këmishën e zezë që mbante gjithmonë në ditët e rëndësishme. Do jem me ty gjithë ditën, i tha me një zë të butë, por vendimtar. Mos haro, kjo nuk është luftë për hakmarrje, është luftë për të vërtetën. Salla e gjyqit ishte e mbushur. Gazetar, familjar, njerëz të kurioz. Të gjithë prisnin vendimin që kishte tronditur qytetin e vogël ku çdo gjë përhapej si zjarr. Në bankën e të akuzuarës, vjollca rrinte me kokën poshtë. Kishte ndryshuar. Fytyra e saj që dikur mbante një krenari të ftohtë, tani ishte rrudur, e lodhur, si një grua që e dinte se e kaluara e saj po e gëryente nga brenda. Në momentin kur Ana hyri në sallë, sytë e të gjithëve u drejtuan tek ajo. Ajo kishte zgjedhur të vishej thjesht, një fustan gri, flokët të mbledhura pas, dhe pas një zbukurim. Ishte një mesazh. Ajo nuk kishte ardhur të bëhej viktim, por të përballej me realitetin. Kur u thirr për të dëshmuar, zëri i saj ishte i qetë, por dridhej lehtë në çdo fjalë. Nuk dua që askush të vuaj, tha ajo, por dua që askush të mos përjetoj atë që përjetova unë. Të jesh në prag të martesës, të ndjesh aromën e luleve, e pastaj të kuptosh që dikush ka dashur të të shkatërroj. Është diçka që të lëshenjë përgjithmonë. Në rreshtin e parë, motra e madhe e Markut nisi të qante. Për herë të parë që nga dita e ngjarjes, ajo kuptoi se Ana nuk ishte një pushtuese, por një grua që kishte dashur vetëm dashuri e paqe. Avokati i vjollcës u ngrit dhe u përpoq të zbutë tonin e akuzës. Klientja ime ka vepruar në ndrysnie emocionale. Nuk ka dashur të dëmtoj nusen e djalit, por vetëm të ndaloj një martesë që mendonte se do sillte fatkeqësi. Gjykatësi ngriti vetullat dhe pyeti: dhe mënyra për ta ndaluar ishte helmimi i tortës? Salla u mbush me një zhurmë të ulët, një përzierje tronditje dhe përbuzjeje. Pastaj erdhi momenti më i vështirë, përballja. Gjykatësi dha të drejtën vjollcës të fliste drejt për drejt. Ajo u ngrit ngadalë me duar që i dridheshin dhe syti nguli drejt Anës. Mbase nuk do më falësh kurrë, tha ajo, dhe ndoshta as nuk e meriton, por dua të dish diçka. Unë u rrita me idenë se një nën duhet të mbrojë djalin e saj me çdo kusht. Gabova që e përkufizova mbrojtjen me pushtet dhe frikë. Ti nuk ishe armike, por unë të trajtova si të tillë. Ana e dëgjoi e heshtur. Një pjesë e saj donte të shpërthente në lot, një pjesë tjetër të bërtiste. Pse? Por në vend të kësaj, ajo vetëm tha me zë të ulët: Zoti më mësoi të fal, por plagët që le pas nuk shërohen me fjalë. Në fund vendimi i gjykatës ishte i prerë. 2 vite burg me kush dhe ndalim kontakti me Anën për 3 vite. Një zhurmë lehtë përshkoi sallën. Disa e panë si dënim të lehtë, të tjerë si të drejtë, por për Anën dhe Markun ajo ishte një pikë kthese. Kur dolën jashtë, gazetarët u sulën drejt tyre. Si ndiheni pas vendimit, pyeti njëri. Ana u ndal, mori frymthell dhe tha: ndje lehtësim jo sepse dikush u dënua, por sepse e vërteta doli në dritë. Nuk ka fitues në këtë histori, ka vetëm mësime. Marku e mori për dorë dhe u largua nga turma. Ai ndjente një përzierje emocionesh që nuk mund t'i shpjegonte. Nëna e tij, gruaja që e kishte rritur me dashuri, tani ishte një figurë që i shkaktonte turp, por një pjesë e tij ende e donte. Dhe kjo ishte betejë më e dhimbshme që kishte për të përballuar. Ditët që pasuan ishin të çuditshme. Disa familjarë shmangeshin, disa të tjerë i vizitonin fshehurazi për t'u treguar mbështetje. Në qytet njerëzit flisnin pa pushim,
por me kalimin e kohës gjithçka filloi të shuhet si një erë që humbet në rrugë. Ana filloi të rikthehej në jetën e saj të përditshme. U kthye në punë, nisi të merrej me artin që kishte lënë pas. Por brenda saj kishte një boshllëk që nuk mund ta mbushte lehtë. Çdo mëngjes kur shihte Markun, ndjente një mirënjohje të thellë, por edhe një trishtim të fshehur që nuk mund ta shprehte. Dashuria jon lindi mes dhimbjes, i tha një natë, por ndoshta pikërisht kjo e bën më të fortë. Marku e përqafoi dhe i tha, dhimbja na tregoi kush jemi. Ne nuk jemi më fëmijët e asaj kohe, Ana. Ne jemi njerëz që kemi kaluar ferrin bashk. Në fund të vjeshtës, një letër mbërriti në shtëpinë e tyre. Ishte nga Vjollca, e di që nuk do më lexosh ndoshta, shkruante ajo, por dua ta lë këtë botë e qetë. Faleminderit që nuk më urrejtët sa duhet. Kam kuptuar që ndonjëherë dashuria e shtrembëruar mund të jetë më rrezikshme se urrejtja. Kujdesu për djalin tim, dhe nëse ndonjëherë ke mundësi, më fal. Ana e lexoi disa herë. Pastaj e palosi dhe vendosi në një kuti druri ku ruante kujtimet e jetës së saj. Fustanin e dasmës, një fotografi nga dita e parë e martesës dhe një letër që tashmë kishte peshën e faljes. Në netët e mëvonshme, ajo nisi të shkruante një ditar. Jo për të kujtuar dhimbjen, por për ta shndërruar atë në forcë. Në një nga faqet, ajo shkroi, fjalët nuk shërojnë, por guximi për të mos u bërë si ata që të plagosin, po, njerëzit që të urrejnë të mësojnë të duash më thellë. Dhe në fund, falja nuk është dhuratë për tjetrin, por për shpirtin tënd. Në pranverën e ardhshme, Ana dhe Marku u zhvendosën në një qytet tjetër. Filluan nga e para. Shtëpia e re ishte e vogël, por e mbushur me dritë. Kur ajo hapte dritaren çdo mëngjes dhe ndjente erën e freskët, mendonte, ja ku jam. Jo më viktim, jo më e frikësuar, jam një grua që mbijetoi. Marku ndërkohë kishte rifilluar punën në studio. Një ditë kur po punonte në kopsht, Ana i tha, ndoshta një ditë do kthehemi ta shohim. Ke parasysh nënën, e pyeti ai, po, tha ajo me një buzëqeshje të lehtë. Ndoshta ajo ditë do jetë dita kur plagët tona do ken pushuar së dhe mburi. Ai e pa gjatë, e mbajti dorën e saj dhe i tha, kur të jesh gati do shkojmë bashk. Në atë moment heshtja qëndroi midis tyre, por nuk ishte më heshtja e dhimbjes, ishte ajo e paqes që vjen pas tuhis. Kaluan 5 vite nga ajo ditë e zymë të gjyqit. Në qytetin e ri ku ishin zhvendosur, Ana dhe Marku kishin ndërtuar një jetë të qetë. Shtëpia e tyre e vogël buz liçenit ishte bërë një stre e vërtet, ku çdo cep mbante kujtimin e një fillimi të ri. Në mëngjes, aroma e kafes përzije me tingujt e zogjve dhe me zërin e ngrohtë të Markut që i thoshte. Tani gjithçka duket sikur ka qenë një ëndër e keqe. Ana buzëqeshte. Po ndonjëherë edhe ajo e mendonte kështu. Por brenda saj thellë ende kishte një zë që se linte plotësisht të qetë. Një ndjenjë që s'mund të shuhej pa u përballur me burimin e dhimbjes. Vjollcën. Një mëngjes pranvere, ndërsa përregullonte raftin e librave, Ana gjeti kutinë e vjetër prej druri ku kishte ruajtur letrën e vjerrës. E hapi ngadalë. Fleta ishte zverdhur, por fjalët ishin ende po aq të forta. Dashuria e shtrembëruar mund të jetë më e rrezikshme se urrejtja. Nëse ndonjëherë ke mundësi, më fal. Ana e mbajti letrën në duar për disa minuta. Lotët i mbushën syt pa e kuptuar. Ajo e kuptoi se ndoshta kishte ardhur koha të kthehej. Jo për të rigjallëruar të kaluarën, por për të çliruar prej saj. Mark, tha ajo atë mbrëmje, ndërsa rinin në verandë, dua të shkoj ta takoj nënën tënde. Marku u kthye ngadalë, sikur se kishte dëgjuar mirë. Je e sigurt? Po. Nuk dua ta mbaj më këtë peshë. Dua ta shoh në sy dhe ta fal. Jo për hir të saj, por për mua. Ai mori frym thellë dhe i vuri dorën mbi shpatull. Nëse është kjo që do vi me ty. Udhëtimi drejt qytetit të vjetër ishte i gjatë dhe i heshtur. Rrugët që dikur i kishin parë të rinje të dashuruar tani dukeshin më të qeta, më të ftohta, por gjithsesi plot kujtime. Kur arritën në shtëpinë e dikushme të Vjollcës, koha dukej sikur kishte ndalur. Obori ishte imbuluar me barat e egra, dritaret me perde të zverdhura. Një fëmijë i moshuar i pa dhe tha, "A, ju jeni djali i zonjës Vjollca, apo jo? E gjetët mirë. Ajo s'është më ajo që ka qenë. E vetmuar, e sëmur. Shpesh del në verandë dhe flet me vete." Zemra e Anës ju mbush me mëshirë. Nuk ndjeu më urrejtje, vetëm trishtim, ata trokitën. Pas disa sekondash dera u hap ngadalë. Vjollca u shfaq e plakur e rudhur me flokë të bardhë si bora, por sytë e saj edhe pse të lodhur ende mbanin atë shikim të dikurshëm. Përzierje, krenarie dhe brenge.
Kur pa Anën, trupi i saj u drodh. Ti ke ardhur, tha ajo me një zë që mezi doli. Ana ju afrua ngadalë, po, kam ardhur për t'ju parë, jo për të hapur plag, por për t'i mbyllur. Një heshtje e gjatë mbuloi dhomën. Vjollca uli kokën dhe lotët i rodhën mbi duar. Nuk kam ditë që të mos pendohem. Çdo natë shoh sytë e tu në ëndër. Sytë e një vajze që doja ta zhduknim nga jeta e djalit tim. Dhe më pas kuptova se ajo vajzë ishte bekimi që ai kishte pritur gjithë jetën. Ana u afrua dhe e përqafoi. Ishte një përqafim i gjatë, i butë, pa fjalë. Në atë çast dhimbja e 5 viteve u tret si mjegulla në mëngjes. Vjollca qau në kraharorin e saj, ndërsa Ana ndjeu se diçka e rënd po i largohej nga shpirti. Të fal, i tha Ana me zë të ulët. Jo sepse e meriton, por sepse dua të jetojë e lirë nga urrejtja. Në atë moment, vjollca ndjeu diçka që se kishte ndjerë për shumë kohë. Paqen, faleminderit, përshpëriti ajo. Zoti të bekoft, bi. Në ditët që pasuan, Ana e vizitoi disa herë. I sillte ushqime, ilaçe, madje edhe një batanie që e kishte qepur vetë. Një pasdite, ndërsa uleshin në verandë, vjollca i tha: "E di pse nuk të pëlqeva kur, sepse më kujtoje veten time kur isha e re. Një vajzë e fortë që nuk i nënshtrohej askujt, dhe unë nuk duroja do të shihja dikë që ishte më lirë se unë." Ana u prek. "E fortë nuk do të thotë e ftohtë," tha ajo. "Do të thotë të dish kur të falësh." Një buzëqeshje e lehtë i doli vjollcës. Ishte hera e parë pas shumë kohësh që ajo buzëqeshte sinqerisht. Pas disa muajsh vjollca u sëmu rënd. Ana dhe Marku shkuan shpesh në spital. Në ditën e fundit ajo kërkoi të ishte vetëm me Anën. "Kam qenë një nënë e keqe, por dua të iki me një paqe," tha ajo. "Ti ishe dhurata që se kuptova kur. Më fal për gjithçka." Ana i mbajti dorën dhe përshpëriti. "Tani mund të pushosh e qetë. Të kam falur me gjithë shpirtin tim." Vjollca mbylli syt me një buzëqeshje të lehtë. Në atë çast, Ana ndjeu një frymë të ngrohtë që i përshkoi trupin. Si një shenjë që më në fund gjithçka kishte marrë fund. Pas funeralit, Ana qëndroi e ulur në varr për disa minuta. Një erë e butë frynte, duke lëkundur lule që kishte sjell. "Jeta është e çuditshme," tha me zë të ulët. "Ti deshe të ma marrësh, por në fund më mësove si ta vlerësoj." Marku ul pranë saj. "A e di çfarë ke bërë?" pyeti. "Ke shëruar 3 jetë të sajën, timen dhe të nden." Ana buzëqeshi me lot në sy. "Jo, dashuri. Vetëm ka mësuar që falja është forma më e lartë e dashurisë." Vitet kaluan. Ana dhe Marku sollën në jetë një vajzë, të cilës i vun emrin Drita. Në kujtim të Dritës që kishte lindur pas errësirës. Në shtëpinë e tyre, në murin e dhomës së vajzës, Ana vendosi një kornizë me një fjali që e kishte shkruar në ditarin e saj. "Plagët e falura nuk lën gjurmë, por kujtesë. Dhe kujtesa është ajo që na bën njerëz." Kur Drita u rit dhe pyeti: "Mami, pse më ke vënë këtë emër?" Ana i tha: "Sepse ti e kujtesa që Drita mund të lindë edhe nga mëkati, edhe nga dhimbja, dhe se asgjë nuk është e pamundur për t'u falur." Në fund, jeta i solli Anës qetësinë që kishte kërkuar gjithmonë. Ajo nisi të shkruaj një libër me titull "Dita e dasmës që u kthye në mësim." Në faqen e parë, ajo shkroi një dedikim që prek çdo shpirt. Për të gjitha gratë që janë lënduar nga urrejtja, por zgjodhen të falin. Sepse forca e vërtet nuk qëndron në hakmarrje, por në zemrën që di të dashuroj përsëri. Dhe kështu, historia që kishte nisur me helm, mbaroi me dritë. Në fund, ajo që dikur ishte një nuse e plagosur, u bë një grua që falte, shëronte dhe frymëzonte. Në një mbrëmje të qetë, ndërsa qielli u mbush me yje, Ana shkroi në ditarin e saj fjalët e fundit të kësaj historie. "Ndoshta Zoti nuk deshi të më ndëshkonte, por të më mësonte. Dhe ndoshta ajo që më urreu më shumë, më ndihmoi të bëhem gruaja që jam sot." Ajo mbylli ditarin, i dha një puthje vajzës që flinte në gjumë dhe pa nga dritarja, ku hëna ndriçonte liçenin. Një buzëqeshje e qeti përhapi fytyrën. Në fund të fundit, gjithçka që kishte ndodhur ishte thjesht rruga drejt faljes që solli dritë.